Ky emision mundësohet nga Përshëndetje Vehar. Si e? Mirë, struga në këtë periudhë. Struga e bukur, si thonë ato, kako struga nema druga, si struga s'ka Si tjetër. struga s'ka tjetër. Edhe i shtohet pa nema një pruga. Nuk ka për trenin. Si është struga tash, edhe pse duket bukur për liqenit, po tregon ma se funksionon. Shive, struga që duhet ta themi është një mrekulli e natyrës. Dhe tash ne jemi nga struga, na lejohet jemi pak edhe lokalist besoj. Për mua është qyteti më i bukur në Republikën e Maqedonisë, por edhe më gjerë. Sigurisht ky qytet ballafaqohet me problematika të cilat ballafaqon shumica e qyteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke nisur nga infrastruktura, nga problemet me ujësjellësit, deponia e qytetit e cila është një problem i madh, por edhe deponit e egra në vendbanimet rurale në komunën e Strugës. Çka ka diçka risi prej kryetarit komunës, a ka ndonjë ndryshim mënyrën se si është punu këtu? Shive, ne jemi në opozit në nivel lokal të në Strugë, dhe ndonjëherë nuk dua ta jap atë qytetarët kuptojnë apo edhe mediat edhe ju që ne gjithçka shohim zi apo gjithçka keq. Realisht, e gjitha që punohet në qytetin e Strugës momentalisht, janë disa projekte të cilat janë filluar që nga mandati i kaluar dhe si projekte strategjike të cilat zgjasin disa vjet për realizim. Dhe këto projekte janë të miratuara dhe të fituar në kuadër të thirrjes që qeveria e ka bë gjatë vitit të kaluar me kredin hungareze, pjesa dërmuese e këtyre projekteve të cilat realizohen, ndërsa nga ana tjetër ajo të cilën kryetari aktual i komunës së Strugës ka premtuar në fushatën zgjedhore, apo ato projekte të cilat i ka premtuar dhe lajtmotivi i tij ka qenë ujësjellsi, parkingjet me kate, apo ato parkingjet që ai promovohet, qerdhe të reja, objekte të reja të qerdheve, asgjë nga këto premtime deri tash nuk ka, jo që nuk realizohen, por nuk shohim as projektime të këtyre zgjidhjeve të problematikave. Dhe kjo është situata në cilën ndodhet qyteti i Strugës. Nga ana tjetër, ajo që duhet të them me që flasim për kryetarin e komunës dhe për qeverisjen në nivel lokal, do të them se fatkeqësisht në momentin që flasim është një qeverisje haotike, pa ide dhe pa vizion të qartë se ku don ta çojë qytetin e Strugës dhe komunën e Strugës. A përgatiteni ju për të reagu edhe për të kandidu me një kuadër tuaj tashmë në zgjedhjet e ardhshme lokale? Zgjedhjet e ardhshme lokale janë edhe 3 vite duhen për zgjedhjet e ardhshme lokale, mendoj që është një periudhë e gjatë e cila na pret përpara dhe është herët që të flasim për kandidatura prej ditës së sotshme apo prej momentit të sotshëm. Sigurisht që Bashkimi Demokratik për Integrim ndaj bindjen e thellë që është subjekti politik shqiptar me përkrahjen më të madhe në komunën e Strugës dhe këtë ka dëshmuar edhe gjatë proceseve të kaluara zgjedhore, qoftë ato lokale, qoftë ato parlamentare, dhe besoj që periudhën që vjen ne forcohemi akoma më shumë si subjekt politik dhe do të jemi të gatshëm të ballafaqohemi në secilën sfidë zgjedhore, por fokusi jon janë zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat edhe nga radha, edhe nga momentumi do të jenë para zgjedhjeve lokale. A beson se do të ketë të parakoshme edhe të shpejta? Unë mendoj që jo që besoj, po zgjedhjet e parakoshme janë të detyrueshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse fillimisht duhet të kthehemi fillimit apo gjenezës ku lindi problemi në shtetin tonë, zgjedhjet e kaluara parlamentare ku brutalisht u thy vullneti i qytetarëve shqiptar dhe subjekti i cili mori shumicën përkrahjen e shumicës së qytetarëve
shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në mënyrë jo të drejtë u vendos në opozitë, dhe ajo që po ndodh sot, qoftë në parlament apo edhe në shoqërinë tonë, është dëshmi e qartë se një mënyrë e këtillë e vendimarrjes dhe e funksionimit, qoftë nga partitë maqedonase apo edhe vetë partitë shqiptare, të cilët pranojnë pa legjitimitet bëhen pjesë e një qeverisje, mendoj që është e dëmshme dhe jo funksionale. Dhe kjo është një nga arsyet që duhet të shkohet në zgjedhje, që legitimiteti të kthehet në vend dhe vota e qytetarit të vlerësohet, ndërsa nga ana tjetër mendoj se edhe shumë çështje të tjera, si nga situata ekonomike, financiare, e njësër problemesh të cilat ndodhet vendi ynë, mendojmë se zgjedhjet duhet të jenë të pashmangshme dhe të shpejta sigurisht. Se shumë seriozisht e ke marrë. I mbush një bateria tash në opozitë? Opozita është interesant. Opozita jo që të mbush me bateria, por të jep edhe motiv, të jep edhe mundësi të shohësh edhe anët apo dobësitë të cilat realisht kur jenë në pushtet i sheh, por ndoshta edhe Nuk duken për xhamave të zi. Mbase edhe ajo është, por opozita mendoj që secili subjekt i cili kalon në opozitë është një fazë mirë e pjekurisë dhe e krijimit edhe të forcave të reja për të qenë e gatshme për të bërë pjesë e pushtetit në të ardhmen dhe të përgjigjet kërkesave të qytetarëve në mënyrë më të mirë dhe më efikase. Çka do të shibo ndryshe në krahasim me atë që e bën Vleni tash në 2 vite sa janë në pushtet? Po shife tash me Vlenin me u krahasu, mendoj që është pak problematike se Vleni për mendimin tim nuk bën asgjë momentalisht në pushtet, dhe tash do t'ju kisha bën një pyetje pak retorike. Më thoni sot cila është objektivi kryesor i Vlenit sot në ditën që ne flasim? Çka bëjnë ata në qeveri? Me çka arsyetojnë pjesëmarrjen në qeveri, apo cili është qëllimi, fokusi i tyre në këtë mandat qeveritar? Sipas profesionit nuk e kam të drejtë, mund të përgjigjem me shumë kafë. Po paratem se është vështirë të bëjmë një krahasim çka do bëjmë më mirë. Mendoj se në krahasim me Vlenin, Bashkimi Demokratik për Integrim ka kapacitete, ka kuadër që çdo gjë ta bëj më mirë se Vleni. Okej, domethënë 100%, 180 shkallë ndryshim, apo? Shumë më mirë se Vleni, ne kemi dëshmuar edhe të kaluarën dhe realisht duke nisë që nga përfaqësimi dhe duhet përmendem disa gjëra. Bashkimi Demokratik për Integrim e solli situatën që Maqedoni të udhëheq kryeministër shqiptar. Okej. Dhe mendoj që ajo Djathtë apo drejt? drejt. Do ta dinë shikuesit se unë jam në Struk edhe këto janë ato tabelat problematike të cilat në asnjë mënyrë nuk respektohet gjuha shqipe dhe për cilat kemi reaguar. Vleni nga eksponentët e tyre kur vinë këtu në emision thonë se BDI-ja nuk i ka kryer punët e tyre si duhet, edhe tash ata janë duke u përballur me probleme të trashëguara që janë lënë prej anës së BDI-s kur ka qenë në pushtet. Shive, Vehar, unë e ndjek zhvillimet politike, ndjek debatin politik dhe atë që e thash më herët, çka bën Vleni sot në qeveri? Realisht, për 2 vite nuk ka asnjë vepër, asnjë punë të cilën ato e kanë marrë përsipër si angazhim elektoral që kanë premtuar qytetarëve shqiptar, dhe në mungesë të veprave të punëve ato imponojnë një retorik e cila mendoj që është retorike imponuar në vendin tonë, një déjà vu e kaluar në për shtete tjera, që për çdo gjë të baltosin të kaluar. Dhe për çdo gjë të gjejnë arsye dhe faj në të kaluar. Sigurisht që gjatë një qeverisje 20 vjeçare, sigurisht që ka edhe gabime, ka edhe lëshime. Mirë po, gjatë këtij 20 vjeçari apo atë retorik që ata mundohen ta imponojnë, mendoj se qytetarët shqiptar vetë janë ato të cilët e kanë parë dallimin dhe kur e krahasojnë me këtë që bën Vleni sot, besom që me secilin qytetar dhe me përkrahësit e Vlenit, me ato që realisht i kanë besu një ndryshimi në politikën shqiptare dhe në qeverisjen, në partinë e cila përfaqëson shqiptarët në qeveri, janë më të dëshpëruarit dhe nuk është ky ndryshimi për cilin ato janë angazhuar dhe cilit ato i kanë besuar.
dhe gjithçka që ato thonë, e thonë për atë që e thash, vetëm për gjetë arsye, për dështimet dhe atë që e thanë dikush nga përfaqësuesit e Vlenit, besoj në emisionin tonë, që nuk kanë potencë për të ballafaquar dhe mungesën e potencës së tyre, ato mundohen ta mbulojnë duke gjetë faj apo gabime nga e kaluara. Mendoj se qytetarët nuk i kanë votuar ato që të miren me të kaluarën, por i kanë votuar, atë sa i kanë votuar, për projektet dhe për premtimet që i kanë dhënë në fushatën zgjedhore. Dhe mendoj edhe ne si të rinj të cilët kemi vendosur të miremi me politikë, por edhe për gjithë politikanët, mendoj se duhet të jemi më të kujdesshëm edhe kur bëjmë premtime parazgjedhore, sepse ju i kujtoni me siguri ato tubimet e Vlenit, ato premtimet e mëdha të ndryshimeve kushtetuese, të heqjes së 20%, të presidentit konsensual, po pastaj idesë së zgjedhjes së presidentit nga populli, e shumë premtime të Akademisë Shqiptare, dhe sot asgjë nga ata jo që nuk realizohet, pas nuk flitet. Dhe kur bëjmë kështu premtime në fushat, ne harrojmë se fushatat mbarojnë, por pritshmëritë e qytetarëve i rrisim shumë dhe mandej secili dështim sjell në dëshpërim të qytetarëve. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, se fushatat mos t'i nxjerrim nga realiteti ku jetojmë. Por të mundohemi që të premtojmë dhe të flasim për sende të cilat mund t'i bëjmë dhe dim t'i bëjmë. Dhe kemi potencial për t'i realizuar. Përballë gardës vjetër të BDI-s, ju sa e keni fuqinë që të reagoni dhe të nxjerrni në pa ndryshime brenda partisë? Këtë debat e ndjek dhe zhvillohet në opinionin publik si diskutim më shumë. Ne nuk jemi përballë njëri tjetrit në Bashkimin Demokratik për Integrim, mendoj se të gjithë së bashku duhet kontribuojmë për fuqizimin akoma më të madh të Bashkimit Demokratik për Integrim, si subjekt i cili më së miri din t'i përfaqësojë dhe t'i realizojë interesat e qytetarëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa për t'i dhënë përgjigje asaj se a është reformuar Bashkimi Demokratik apo jo, mendoj se atë që e ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim në kongresin e fundit, rrallë subjekt politik e ka atë potencial të guxim, apo lider politik, do kisha thënë, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe më gjerë, që të ndryshoj dhe të freskoj mbi 80% të strukturave partijake, që nga niveli lokal deri në nivelin qendror të Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirë, tregom si i ri, më duhet mendimi jot personal, jo i indikuar nga politika, apo nga pushteti apo opozita, ku ishe shqiptarët e Maqedonisë në vitin 2013 bashkërisht, se besoj se jemi mosha e parafort dhe më duhet mendimi i një intelektuali të ri. Unë realisht procesi i cili filloi pas antarësimit në NATO të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe krijimit të një strukture politike pro-evropiane, ka menduar realisht që Maqedonia e Veriut në 2030 duheshte të jetë antare fuqiplote e Bashkimit Evropian, sepse është e vetmja rrugë ku jo vetëm qytetarët shqiptar, por gjithë shoqëria jonë mund të gjej veten dhe të shfrytëzojë të gjitha kapacitetet dhe potencialet. Vazhdimi i një situate të këtillë, e cila ndodhet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mendoj që nuk është vetëm në dëmin e shqiptarëve dhe të rinjve shqiptar, por të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe mendoj që të gjithë duhet të angazhohemi që sa më shpejt të hapen kapitujt dhe negociatat për Bashkimin Evropian, sepse na imponohet me hapjen e kapitujve një tempo e cila shumë çështje dhe shumë sfera të zhvillimit social në Republikën e Maqedonisë së Veriut do t'i përmirësoj në dobi të qytetarëve, jo vetëm shqiptare do kisha thënë, por gjithë qytetarëve në vendin tonë. Mirë, shpresoj se do të mbushim me mend si shtet dhe të bëjmë ndryshime dhe reforma shumë më shpejt për të ecur
me hapa gjigant drejt BE-s, shkaku i asaj se ne duhet të zhvillohemi bashkërisht. Tregon faton, unë prej Tetove kam ardhur, jam lodh 3 orë. Ti si e ndjen këtë punën e rrugës kur shkon prej Struga në Shkup edhe Anasjellës? Po shive, ne kemi një distancë rreth me Shkupin, mendoj, Struga ka rreth 160-170 km, që për kohën të cilën e realizojmë dhe kushtet të cilat i ka rruga tash, mendoj që nuk janë konform pritshmërive dhe asaj që meritojnë qytetarët në vendin tonë, sepse edhe ne jemi si të gjithë qytetarët tjerë evropianë apo qytetarët e vendeve të zhvilluara dhe ne meritojmë standarde adekuate të edhe komunikacionit të gjithë çështjeve tjera, edhe të jetës, po mendoj se ndërtimi i kësaj rruge dhe asaj korridori 8 që quhet duhet të jetë një nga prioritetet kryesore të kësaj qeverisje, me që ju e dini se sa sfiduese ka qenë fillimi i punimeve për korridorin 8, mendoj të gjithëve ju kujtohet, dhe besoj që tempoja e ndërtimit të kësaj rruge nuk duhet ngadalësohet siç ka ndodhur, por duhet akoma më shumë të shpejtohet, duke pas parasysh që flasim për një zonë e cila edhe mbas të dhënave statistikore është një nga zonat edhe më të fuqishme ekonomike të Republikës së Maqedonisë Veriut, dhe do duhet sa më shumë vëmendje dhe kujdes që kjo rrugë të ndërtohet më shpejt. Ka pas edhe në kaluarën probleme, sidomos të segmentit Ohër-Kërçov, po kjo është Republika e Maqedonisë së Veriut dhe nga ndonjëherë e shoh sikur edhe qytetarët kur flasin për çështje të cilat do të zgjidhen shpejt, të gjithë e kanë humbur besimin se diçka do të bëhet shpejt apo do të bëhet si duhet, dhe mendoj që është detyre jona që këtë mendim apo këto stereotipe të qytetarët në të ardhmen t'i prishim dhe t'u japim besimin atyre se me të vërtet ne do mundemi të bëjmë punë ashtu siç duhet dhe konform standardeve të cilat i kërkojnë qytetarët. Vetori thash djali se kur kam qenë mosha jot ka nisë kjo rruga, tash jam bo prindi jot, ende kjo rruga është duke ndërtu. Shpresoj se ju bjere zhetoni shtetit dhe qeverisë, se kjo rruga është e patjetër mësueshme, të paktën nëse ja kanë hatrin natës. Nëse ke kohë, unë do kisha fol pak për korridorin 8, jam i informuar me qenë se patjetër. Kam qenë një periudhë edhe zëvendës ministër i transportit. Njerë do të them që shpresoj që djali jot mos e ketë fatin tënd në rreth ndërtimit kësaj rruge dhe shumë projekteve tjera, apo edhe fëmijët tonë mos kemë fatin tonë që i kemi përjetuar disa gjëra. Realisht ajo që e shoh me shqetësim dhe shumë debate janë bërë dhe shumë deklarata që kam shqetësuar më shumë vërtet, nëse i ndjek përfaqësuesit e qeverisë, gjithkohës japin deklarata kontroverse për korridorin 8. Dhe vetëm me u amar me u bën një komparacion të deklaratave të zëvendës ministrit, të ministrit të transportit, apo përfaqësuesve të vlenit dhe përfaqësuesve vëmëros në qeveri, shef se çfarë kontradiktash ka brenda tyre rreth ndërtimit të kësaj. Pa ajo që është më rëndësishme, me saj tash mos gaboj me data dhe me vite, data e përfundimit mendoj të korridorit 8, të marrëveshjes që qeveria ka me Bektelenken, do të jetë dikundi 2029. Që dora për 2030? E kisha zgjatë edhe unë për 2030 me kënaqësi, sepse një projekt i cili parafërsisht do të kushtoj 1.4 miliard euro. Okay. Vitin e kaluar janë parapar dhe janë harxuar, mos gaboj, dikundi 250 milion apo 300 milion, tash mos kapem shumë për shifrave. Ndërsa këtë vit në buxhet vitin që jemi ne aktualisht, që po shkojmë drejt përmbylljes, janë parapar vetëm 100 milion euro investim në këtë rrugë. E tash nëse e planifikojmë me këtë tempo të ndarjes së buxhetit, atëherë bëni llogarin vetë se sa vite do duhej vetëm nga aspekti i buxhetimit që ky korridor të realizojë. Mendoj se viti i parë ka qenë më problematik për hapjen e punimeve, për hapjen e krimin e kushteve të punëve, po gjithë çështjet përgatitore të cilat i do, sidomos një projekt i tillë gjigant siç është korridori 8, ndërsa vitet pasuese do duhet të jenë me
tempo më të madhe, me dinamik më të madhe, e cila të cilës duhet t'i bashkohet edhe një buxhetim më i madh. Ndërsa nga ana tjetër, nuk ka ndodhur, janë 100 milion euro. Nëse ato 100 milion shkojnë në çdo vit nga 100 milion, atëherë normalisht do duhet 15 vite që ndërtoj një korridor i këtill, ndërsa shumë polemika dhe shumë dilema janë shtruar çështjes nga Trebenishta deri në Qaftan. Po, për shkak të UNESCO-s edhe krejt atyre. Po gjithkush flet në emër të UNESCO-s. Po në fakt Secili flet në emër të UNESCO-s, po askush nuk jep një argument. A keni dëgjuar një argument shkencor i cili e vërteton se me të vërtet kjo pjesë ka probleme në raport me UNESCO-n. Mendoj që nuk dua ta them që është politike, edhe pse i kam dilemat që është politike, është edhe aspekti financiar ku mendoj që Republika e Maqedonisë së Veriut ka lënë në vështirësi të mëdha financiare. Viti që flasim dhe viti që do të vi, dhe gjitha tentativat po bëhen që sa më shumë të zvarritet kjo pjesë e rrugës e cila është pak këtë pjesë nuk ka kuptim korridoritet. Sepse korridori 8 është projekt strategjik i cili fillon në portën e Durrësit dhe mbaron në Bullgari atje, me qëllim që di vendet anëtare të natës. Dhe kryqëzohet me korridorin 10 dhe ka ato qëllimet e veta gjeostrategjike, ndërsa ndërprerja e kësaj pjese nuk ka korridor 8 mendoj. Nuk është korridor 8 më pa pjesën e Trebenish-Qaftan, dhe kur i dëgjoj arsyetimet e përfaqësuesve qeveritar, asnjëherë nuk janë të njëjta. Hera e fundit që ministri Nikolovski arsyetonte më atë se kjo kështu siç është e parapame nuk do të lidhet në aeroportin e Ohrit, se aeroporti i Ohrit ngelet jashtë, të gjitha janë të pavërteta, do kisha thënë, minimalisht apo janë tendencë për të arsyetuar devijimin e këtij projekti që do ishte shumë e dhimbshme dhe shumë e dëmshme për vetë projektin e korridorit 8, por edhe për qytetin e Strugës, e cila duhet të jetë një nga objektivat kryesorë të vendit tonë për zhvillimin e turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shumë faleminderit për kohën, Faton. Faleminderit. Është kënaqësi që të vinë Strugë, edhe pse rruga ishte e lodhshme, po mbi të gjitha duhet që njerëzit ta shohin në këtë emision të paktën edhe Strugën. Po unë mendoj që Strugës falenderoj që morët rrugën dhe ndat kohën për të realizuar këtë emision, dhe ju kisha ftuar jo vetëm ju, por gjithë mediave dhe gjithë njerëzve të cilët kanë ndikim në opinionin publik që Strugës t'i jepet më shumë rëndësi, sepse me të vërtetë është një potencial që mendoj që akoma nuk është i shfrytzuar ashtu siç duhet, i zhvillimit të turizmit dhe si pasojë dhe si rrjedhojë edhe zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi. Ky emision mundësohet nga